ne të kemi fiksuar tek filmi Kjo naca një jetë. Ajo ka qenë... Që ka qenë dhe balet dhe musical. Musical. Në I ka pas të gjitha. Ai film ka qenë në atë zhanrin e ndryshimeve të mëdha, e lirisë së artistëve. Dhe nuk ishte për komerç. Fare. Ajo ishte një koncept komplet ndryshe nga çfarë kishim parë deri në atë moment. Edhe ishte shumë e bukur se ti ishe kamarierja. Unë isha kamarierja. Kamarierja me DJ-n? Apo si ishte DJ? Po, ishte edhe banakier dhe DJ. I bënde të gjitha. Po. Edhe shkëmbyet edhe një puthje pasionante. Po, unë mendova që ne kemi bërë... Ishte e vështirë atëherë të putheshe para kamerave? Unë mendoj që ajo ka të bëjë shumë me individ. Tani nuk e mbaj specifikisht mend a më ka pyetur Nardi apo jo, po në përgjithësi, regjisorët në atë kohë pyesnin. Ka një skenë, ka filmi një skenë puthjeje. Ose ka një skenë nudizmi, ose ka një... Unë kisha ato limitet e mia. Për shembull, kur skenat e puthjeve nuk e kisha problem t'i bëja, se më dukej normale për një aktore. Julia, sa kushton një puthje në filmin shqiptar? Puthje franceze në filmin shqiptar? $2 milion ka marrë unë. Vërtet? Kur, në filmin e Nart Bombay? Ajo puthja ka qenë, si ne të dyja që jemi tani, edhe me 5 veta të tjerë mbi kokë. Regjizori ishte aty me mua puthej, do me thënë. Po kishe eksperiencë në puthje? A kisha puthur para se të realizoja në film apo në jetë? Ja, në jetë. Apo të mësoj Nardi të puthje? Po, më isha 20 vjeç tani. Në një puthje dhe na ka shkarit. Se kam parë një film nga këto serialit komik, që bënte rëtëshoja atëherë, dhe nuk e di më duke se ke qenë me ceken, dhe i ke thënë kjo ishte puthje me rëshqitje.